Mirëmbrëma shikues të majtas jo djathtas, po shihemi bashk edhe këtë të hanë me një epizod të ri të podcastit tonë. Prej se e kemi nisë këtë rrugtim, kemi trajtu temat të ndryshme, kemi pas të ftuar të ndryshme. Dhe kam përshtypjen që i kemi met pak borxh fushës së mjekësisë. Kemi pas më pak njerëz të kësaj fushë, prandaj sot kemi vendosur me sjell këtë temë në studio, por sot do të flasim për një dimension më të veçantë të kësaj fushë, për onkologjinë, e cila është një fushë me karakteristika më të veçanta, sepse është një degë e mjekësisë ku në një farë mënyrë bashkëjeton dhimbja me shpresën. Prandaj në këtë çështje për këtë temë sot e kam ftuar drejtorin e klinikës së onkologjisë në ÇKK, zotin Ilir Kurtishi, që i dëshiroj mirëseardhje. Mirë u gjej. Është kënaqësi që kemi këtu, jeni në një profesion që siç e thash, bashkëjeton në një farë mënyrë edhe dhimbja edhe shpresa. Sa është e vështirë me qenë brenda kësaj fushë, çu e ke nisë ti rrugtimin si onkolog? Po, me profesioni mjekut në përgjithësi, pra është një profesion human, një profesion i cili lyp nga angazhim maksimal edhe sfida të veçanta gjatë karrierës, por edhe gjatë formësimit si mjek edhe specialist i lëmive të caktuara, konkretisht këtë rast të onkologjisë. Ne fillimisht kemi marrë këtë profesion ose kemi zgjedhur specializimin e onkologjisë nga fakti se ishte deficitar në Kosovë, dhe që nga viti 2007-2006, pra me nikun 5-6 vite pas luftës, me angazhim të profesorëve Xhavid Vicaj, dhe del specializimi i onkologjisë si veçantë dhe disa kolegë, pra që tash jemi edhe kolegë në profesion në lëmin e onkologjisë, vendosim që të marrim këtë profesion, me qenë se nevoja dhe domosdoshmëria e Kosovës të ketë një shërbim onkologjik të mirëfillt ishte imperativ i kohës, edhe ne vazhdojmë dhe fillojmë dhe vazhdojmë këtë rrugtim, të cilin pastaj e finalizojmë me specializim dhe vazhdojmë të punojmë aty ku jemi. Pra është një vend, pra një qasje e veçantë e trajtimit këtyre pacientëve, me qenë se ata sfidohen nga një problematikë shumë e madhe, e cila është problematikë mbar globin, dhe cila kërkon pra një angazhim maksimal dhe një trajtim korrekt të këtyre rasteve dhe me një gjithmonë me një përqindje të caktuar edhe të suksesit në trajtimin e tyre, jo vetëm Kosovë, por edhe vendet më të zhvilluara, por duke u munduar që me kapacitetet ekzistuese të cilat ne i disponojmë, njerëzore dhe ato infrastrukturore, të bëjmë më të mirën që qytetarët të kenë një trajtim të mirë. E di që ka vështirësi për shkak të natyrës pacientëve të cilët vinë në këtë klinikë, po para së gjithash po du me fol kështu në përgjithësi për sëmundje. Shpeshherë nini tok fjalësh që nuk e di sa është e mirë me e thonë në publik, po thujnë që sëmundja kancerit tash u bë si gripi pak a shumë. Kjo aludohet për shkak të rritjes së madhe të numrit. Sa është shqetësuese që kjo globalisht? Pra, tendenca e sëmundjeve maligne në përgjithësi është në rritje, incidenca, pra në vendet e zhvilluara, në vendet zhvillime sipër, në vendet e varfëra, me qenë se është problematikë e cila ka ekzistuar më herët, ekziston edhe sot. Po në Kosovë do të krahasuar me viteve të fundit, ku kishte një tendencë në ngritje të incidencës së kësaj sëmundje, do të këtë vit kemi pas një plato sa i përket rasteve të reja dhe kemi një numër të njëjtë të rasteve ose incidencës me këto lloj tumoreve të rriturit, sikurse që ka qenë vitin e kaluar, pra kemi një numër të njëjtë sa viti 2024 deri në shtator, edhe viti 2025 pa regjistrojmë rreth 1500-1600 raste. Në vit. Të gjitha llojeve të tumoreve solid, pra jo të tumoreve hematologjik dhe jo të fëmijëve, dhe ky numër është i njëjtë pra me vitin paraprak dhe shpresojmë që deri në fund vitit ky numër të mbetet edhe të përmbyllet viti me shifra të njëjta si viti i kaluar, që tregon se kemi një stabilitet
sa i përket incidencës dhe ato vitet paraprake kanë tregu, pra me qenë se evidentimi ka qenë më i mirë dhe raportimi i rasteve më i mirë, kanë tregu këto farë ndryshimet dhe lëvizjet në rastet të këtyre numreve të cilët ne i kemi regjistruar dhe i kemi trajtuar. Po Kosova qëndron ma mirë, të jemi numër më të ulët se sa vendet e rajonit me raste me kancer të gjitha llojeve. Dhe kjo mund të atribuohet faktit që ne jemi popullatë e re, dhe sëmundjet malignë janë sëmundje që atakojnë zakonisht moshat mbi 50-60 vjeç. Edhe do të një farë forme ne akoma nuk e kemi mrijat atë pikun ose intensitetin kur incidenca mund të jetë në vlera më të larta dhe kur shkalla e standardizuar e moshës ose incidenca për këtë shkallë të jetë në vlera të cilët kanë edhe vendet e rajonit dhe vendet e Bashkimit Evropian. Por mundet në një të ardhme të afërt këtë numër të shkojë të rritet edhe më shumë dhe të kemi sfida edhe më shumë në numër të pacientëve të ri dhe pastaj edhe në trajtim dhe menaxhim tyre. A thani dimension që është i rëndësishëm që kjo numri apo dallimi në numër mund vjen edhe për faktin e moshës të re, po më intereson pak shkencërisht me diskutu ku është burimi i tumoreve fillimisht. Prej ka vinë, na lexojmë se cili diçka, po për një me edhe kjo që lexohet online shpeshherë nuk është e besueshme durën zemër, se ka edhe ulëmtime, po ka edhe sene që nashta s'kan bërë shkencore. Prej ka vinë tumorit? Po, ajo që lexojmë gjithçka dhe lexojmë informata të pa klasifikuara, informata të cilët plasohen sot në media, në internet, në sajtet ndryshëm dhe gjithmonë tentojmë ta pranojmë ato të cilat na konvenon dhe të cilën ne e parapëlqejmë ndoshta në disa raste kur është fjala për përgjithësi për organizmin e njeriut dhe orientohemi ndoshta ndonjëherë edhe shpeshherë është edhe gabim dhe marr informata jo korrekte. Po tumori është një problematikë e veçantë dhe një sëmundje e cila mund të atakojë njeriu në faza ndryshme jetësore dhe me një probabilitet më të lartë ata të cilët kanë anamnezë familjare se kanë dikon familje të smut me kancer, me qenë se dikon 50-70% mund të jetë edhe trashëguese. Kjo trashëguese i bjen që në një periudhë të caktuar kohore gjatë jetës me këto faktorë gjenetik pra të ndërveprojnë, të bashkëpunojnë këtë kuptim negativisht me faktorët e ambientit që neve na rrethojnë dhe pastaj të nisi një proces, një ndryshim në një qelisë të trupit tonë, të lokalizimit të ndryshëm, e cila qelisë pastaj merr një hovë, një rritje të pakontrolluar dhe e cila tenton të shkojë në pjesë ndryshme të trupit, të vendoset dhe të shumëzohet në dëm të organizmit të njerit. Dhe për momentin është qeliza mund të themi kushtimisht më e mençur në botë, e cila vetëm faktin me pas se si ajo mund të krijohet dhe si ajo i ik mekanizmave të sistemit tonë imun, i cili vazhdimisht e monitoron gjendjen e trupit tonë dhe qelizat e dëmshme i eliminon, i vetëshkatron dhe nuk e lën ato më shumëzu, është një e veçantë e këtyre qelizave, kësaj qelize, e cila përpos që krijohet në një formë, çon mutacion dhe bëhet themi si e pavdekshme ose vetë shumëzuese, ajo pastaj ka një barierë të tërë të mekanizmave trupit njeriu që duhet i kaloj edhe të vazhdoj të shumëzohet pra duhet të kaloj, të filloj të krijoj end gjakut të ushqet vetë, pastaj nga vendi ku është aty të kaloj bariera tjera të cilat i ka trupi jonë në gjak, në limf, në end tjera do të kapilar, qofshin pra ato arterial, venos, apo limfatik, apo direkt në për mbështjellës të ndryshëm, dhe barierat të cilat i ka trupi jonë, kalojnë në gjak ka një rezistencë të madhe, ka faktorë tjerë të gjakut, të cilët e tentojnë këtë qelizë me shkatru dhe pastaj të shkon në vendet caktuar të vendoset ajo. Kaloj prap disa bariera të vendoset, është diçka e veçantë të cilën shkencëtarisht akoma është duke u hulumtu, duke u studiu dhe duke
zbulu gjëra të reja të cilat në hallka të ndryshme këtë qelisë tentojnë ta shkatrojnë, ta ndalin ose ta fusin në i themi apoptos ose vetëmbytje. Po. Dhe ti bëjnë do trupi jon ose sistemi jon ti eliminoj vetiu këto qeliza me mekanizma natyral pa dëmtu vetveten. I kom dy pyetje për mos me mbyt njëna tjetrën. I përmendet si me thonë për kushtimin shkencor që është në këtë drejtim. Po pse ka qenë kaq e vështirë për shkencën me gjetë vaksinën, me zbulu vaksinën kundër kësaj? Është janë të bëu lumtimet shumëta dhe kanë bërë disa edhe duke u prodhur në një grup të caktuar i njerëzve me një problematikë të caktuar, po është shumë e vështirë, është meqense deri tash është deshifruar edhe kodi do të gjenetik ose dhe terapi e individualizuar ose personalizuar për pacient, po prapë në një moment ajo qelizë din të krijoj rezistencë ose mekanizma të veçantë ka të cilët e mashtrojnë sistemin tonë dhe prapë rrinë dhe vazhdojnë të shumëzohen dhe ta rrezikojnë këto. Pra shkencëtarisht edhe mendojmë që duhet kemi zgjidhje ndoshta këto viteve të ardhshme që vinë, edhe pse është menduar pak më herët që do të kemi një formë të vaksinimit ose imunoterapive të cilat ne i kemi në përdorim sot, të cilat e kanë ndruar dhe rrjedhjen e kësaj smundje, nga praktika e përditshme që ne e shohim dhe cilën e zbatojmë, po prapë mbetet akoma derisa të gjendet ajo që është kryesorja që e din sakt cilën qelizë me shkatru që ajo të mos shumëzohet më dhe pastaj organizmi të jetoj si me një smundje kronike, bëhet jo, pra të jetoj me vite kana të menaxhohet. Pra të menaxhohet të vazhdoj normalisht të punoj. Shpesh flasim për zbulim të hershëm. Po çu shetohet? Cilat analizat e japin sinjalin e parë që ti mundesh me pas një lloj të tumorit? Realisht analizat cilët duhet të bëhen ose analizat sakta të veçanta të personat të cilët nuk kanë faktor të riskut, të personat të cilët nuk kanë bazë gjenetike, nuk ka analizë të veçantë. Për posë që ne mund të bëjmë disa analiza gjenetike shtot me gjak ose me qeliza inde tjera tonë trupo ose lëngje trupore me pështyme, kështu me radhë testojmë se a jemi barës të atyre gjeneve të cilët mund mu aktivizu periudat caktuar kohore. Analiza tjera në fillim, meqense smundja është e heshtur në fillim dhe nuk jep shenja, derisa të fillon të rrezikon shëndetin, është problematike të gjendën. Përpos kur ne hulumtojmë diçka tjetër e gjejmë problematikën e cila ekziston ose bëjmë nga një periudhë të caktuar kohore, do ekzaminime rutinore, të cilat duhet të përcaktohen nga mjeku, jo vetvetiu të bëjmë analiza, edhe të orientohemi disa parametra laboratorik, biokimik, disa ekzaminime, të cilat mund të kapin ndonjëherë ndonjë ndryshim i cili nuk ka qenë prezent, por mund të jetë prezent. Po sot ekzistojnë protokollet ndërkombëtare për screening, meqense tumorët më të shpeshta në botë edhe te ne janë tumorët e gjirit, e zorës trash, e qafës mitrës, andaj për këto 3 problematika dhe të mushkrive, mund të rekomandohet që të fillohet të bëhen pra ekzaminime, siç është një rentgen i thjeshtë ose një CT për mushkri apo një papa test për qafë mitrës një herë në vit, apo një mamografi dhe një ultrazë i gjirit e femrat nga mosha 40 vjeçare, apo një kolonoskopi dhe një analizë e fecesit, gjakut në feces të një person, pra qoftë mashkull femër nga mosha 40 vjeçare, ndoshta edhe më herët dikush. Dhe të shifen se a mos ka ndonjë ndryshim i cili mund të na jep një sinjal alarmuese në trup, po ka shenja që mund të ngjajë diçka dhe të marrim masat adekuate që këtë ndryshim na ta detektojmë tamam ç'është duhet dhe të marrim hapat e duhur për eliminimin ose zvoglimin e atij problemi i cili po që se avanson pastaj jetë është serioz për shëndet. A jenë duke ushtu po flasë edhe në nivel shtetëror dhe globalisht të rastet të tillë. Dhe pse ndodh kjo? Cilat faktor, si me thonë, e ndihmojnë këtë gjë? Po, globalisht ka incidencë në rritje dhe deri vitin 2014 me miliona njerëz mund të smuhen nga kjo smundje dhe prapë të përfundojnë një pjesë e tyre dhe jo mirë. Faktorët janë këta
që përmendë dhe faktori i brendshëm që është mosha, gjinia, gjenetika, faktor i jashtëm, të cilët janë të ambientit jashtëm, janë personal, në shpeshti një aktivitet fizik jo adekuat, ose i vogël. Domethënë lidhet stili i jetesës kogja shumë. Po, stili dhe mënyra e jetesës. Po. Një për tyre është do të aktiviteti fizik, ushqimi, i cili mund të jetë ushqim jo kualitativ, po kuantitativ, dhe ushqim i cili mund të pengoj disa procese ose të furnizoj disa qeliza me materie që mund të ndihmojnë atë gjatë fazave të zhvillimit të saj, pastaj veset e këqija siç është buhani, alkoholi, drogat e ndryshme, infeksionet me disa lloj bakterieve, virus, ekspozimi i rrezeve të diellit në kohë Jo të duhur, ekspozimi i materialit të dëmshëm ose kemikale të ndryshme në vendin e punës, pa përdorimin e mjeteve të punës, përdorimi i disa medikamenteve, për shembull, të lidhet me sëmundje të gjirit ose vezore, kështu me radhë, pra janë faktorë të cilët së bashku kontribojnë, ndihmojnë njëna tjetrës, edhe mund të nxisin disa gjene, me qenë se në trupin tonë kemi gjene që janë pro këtyre qelizave që quhen pro-onkogjene dhe gjene kundër këtyre gjene, anti-onkogjene, dhe këto ndër veprojnë një farë harmonie dhe cila nga këto dominon, ajo mund të aktivizoj tjetrën dhe ose anasjelltas dhe pastaj të kemi një smundje ose jo smundje deri në një periudhë caktuar me kohë, dhe pastaj ndikojnë këta faktorë që i përmendëm, ja bajnë barën ose ndikimin më të madh të tjetra dhe mund të ne të lajmërohet ky ndryshim që quhet smundje në këtë rast, smundje malinje, dhe du të kemi kujdes, do të kur themi tumoret mund me qenë edhe malinje dhe benigne. Po, tumori mund të qenë mjekësi tumore që në gjithçka që është një e rritur, pra një masë, një trup i huj. Jo një trup i huj, po një ndryshim i cili një rritje jo normale në një trup, do të një zmadhim. Po. Ku do të qoftë. Apo një formacion i cili nuk ka qenë prezent. Pra tumor është bengat që i kemi në për trup, në shenjat në për trup. Tumor një edem cila lajmërohet dikun, llogaritet si një ndryshim, një rritje normale. Dhe kur themi kancer, atëherë kjo do të thotë që është fjala për një smundje malinje, e cila është e konfirmuar me biopsi, me histopatologji, dhe e cila pastaj varësisht për vendit ka vjen ajo ose ku e ka burimin, dihet edhe mënyra sjellja e saj dhe agresiviteti i saj dhe tendenca për hap ose më pak më për hap, apo dhe mënyra se si duhet të kurohet dhe trajtohet. Doktor, shkencërisht mundemi me fol me urë të tëra, po nuk kemi me mujt me shterë, du me fol pak më vonë për pjesën që e bëni për ditë, punin që e bëni në onkologji, po paraprakisht me qenë se e tha që kanceri i gjirit është, si me thonë, basë dominan edhe në nivel vendor edhe në nivel global, në mos ko gjatë madhe, po du me ditë me qenë se e patem edhe mujë në rozë, sa po arrijet mu vedisu, si me thonë, populata këtu përfshi edhe gratë dhe burra, sepse manifestu, po në i shfaqet të dy gjinit, dënë se të me shkujt ma pak me atësa e di, sa është arrit mu vedisu për kontrolla ma të hershme, kontrolla rutinore? Atër në Kosovë, do të përmend dhe thatë që ka do të edhe meshkuj edhe femra, do të mas shumë të janë femra, mësemi 99%, po, ose që ashtu është vetë organi ose gjiri është më i zhvilluar te femra dhe është më i predisponuar prej. Sa e di në Kosovë janë 3-4 raste meshkuj. Po, këtë vit kemi pas 4 dhe 4 dhe dje par djem kom pas rastin e 5, do të burr mbi moshën 6 vjeçari i cili rastësisht ka shkuar te një, ka bërë një ultrazë dhe pastaj ka bërë një biopsi dhe ka rezultuar që ka një kancer në gjë. Dhe kjo kur themi rastësisht nuk është bash rastësisht, sa atë ndryshime ka pas faku një vjet. Ju ka fry gjiri dhe s'ka shku të mjeku, ka mendu që e ka vra ose duke u plak organizmin është një ndryshim që mund të jetë i zakonshëm për mendimin e tij. Edhe kjo pasaj ka rezultuar kur ka filluar me thonë shenja pak me pengu aktivitetin ditor ose me dhënë dhimbje shqetësime, atë ka ndodhur që është zbuluar, pra është rasti i 5. Në Kosovë ka përmirësime, por ato janë në kuptim të vedisimit dhe në kuptim zbulimit
hershëm të kësaj sëmundje, që i bjen në zbulim fazën 0, 1 ose 2, dhe më shumë se 50% këto 2-3 vitet e fundit ne kemi raste me kancer të gjirit që i zhvillim këto stade, që është shej e mirë dhe një progres në kuptim të zbulimit të hershëm të sëmundje, por është e pamjaftueshme dhe duhet bëhet më tepër, dhe kjo duhet bëhet më tepër edhe me programet screeningut nacional, dhe mund këtë sëmundje ne ta zbulojmë do të në stadin 0, 1, 2 edhe në përqindje mbi 60 ose 70, e në vendet caktuar të Evropës ose në vendet e zhvilluara, me qenë se është e domosdoshme një femër e moshës 40 vjeçare të bëjë një mamografi një herë në vit, sëmundja zhvillohet në stadin këto 2 stadet e hershme, pra me përqindje më shumë se 70%, 80%. Andaj edhe pasojat e kësaj sëmundje janë më të vogla në vendet e zhvilluara të cilët kanë programe kombëtare të screeningut, kurse në vendet të zhvillimit sipër akoma do ne kemi 50% pra kur sëmundja zbulohet stadin 3 ose 4, ose lokalisht e avancuar ose metastatike, kur edhe trajtimi është më i vështirë, është më i shtrejtë, me një kosto shumë të lartë, me benefite në trajtim më të vogla, dhe pastaj edhe me komplikime dhe jetëgjatësi të pacientit normal më të vogël. Edhe përkundër faktit se ka sot trajtime shumë moderne, shumë të avancuara, të cilët kanë ndru jetëgjatësinë e këtyre pacientëve, po prapse ato në raste caktuar, pra edhe kur përdoren këto terapi të avancuara, jo në Kosovë, po dhe në vende tjera të rajonit apo në botë, prapse do të rrjedhja sëmundjes mund të merr kahje jo të mirë shumë shpejt edhe kur fillon mu trajtu ose pas një periudhë shumë shkurt kohë trajtimit, se është një diçka e cila organizmi sprovohet pra me një problematike e cila është shumë sfiduese për organizmin dhe shumë mund të jetë e rrezikshme edhe gjatë trajtimit edhe gjatë fazës fillim apo gjatë fazës kur përcillet kjo dhe të jetë merr kahje krejt ndryshme nga e cila pritet gjatë trajtimit të saj. Thatë pak a shumë që është përmirësu niveli i trajtimit në Kosovë. Javën e kalume në zgaboj, se para 2 javë tash mos të jam i gabuar kështu në timing, e kemi pas një kronik bash për rekonstruksionin e gjirit që ka ndodhur aty. Sa kanë arrit, si me thonë, teknologjitë e reja në QKUK, edhe sa mundën, si me thonë, pacientët, sepse kjo ka kosto si në përgjithësi si trajtim. Sa arrim na si shtet me jap në këtë drejtim? Tash, një përmenda një herë që është rrit, do të vedisimi, ndërgjegjësimi, edhe kjo ka pas për pasojë edhe zbulimin e hershëm të sëmundjes në përqindje 50, dhe këtu merit madhe ka shoqëria civile dhe disa shoqata të cilët merren me ndërgjegjësim dhe vedisim për kancerin e gjirit këtë rast, siç është ajo Jeta, Vita, apo shoqata të tjera si Motra, të cilët Kosovë janë disa nga to, të cilët gjatë muajit tetor bëjnë një aktivitet të fuqishëm, po jo vetëm gjatë muajit tetor, por muajve në vazhdim, dhe bëjnë do të kërkesat veçanta, bëjnë presion në institucione shtetënore, që të kemi më qasje më proaktive, trajtime më adekuate, furnizime të rregullta me pajisje, me barna, me staf e kështu me radhë, kemi do të një trajtime edhe më të mirë këtyre sëmundjeve. Do të me qenë se shërbimet të cilët i përmendë dhe trajtimi me implante, nga kirurgjia plastike është domen tjetër, nuk është domeni jonë, po QKUK-ja ka mbri, pra klinika kirurgjisë plastike ka mbri të siguroj, pra përmes SHSKUK-s dhe QKUK-s, pra organizative ose qendrës klinike universitare dhe Ministrisë së Shëndetësisë të furnizohet me këto implante të cilët ato i përdorin tash për rekonstruksion të gjirit, rastet e femra të cilët e kanë hek gjirin para disa muajve ose viteve dhe mund të vendosin ato implante, por ka shku përpara kjo punë ka avancuar në vendet e rajonit. Po për trajtimin tërësi. Do të bëhet mirë shumë edhe aty do të implantet e mira, ekspertat e veçantë, kirurgjisë plastike edhe kirurgjisë torakale, dhe sot kjo ka avancuar më shumë dhe sot mund të bëhet gjatë kohës kur kryet intervenimi, mund vendoset me njëherë nëse vlerëson kirurgu implantin dhe të bëj do të trajtimin aty për aty, edhe të heqë tumorin edhe të rregulloj gjirin, por kjo ka shku edhe një hapa përpara. Tash
dhe sa më herët me njerë është kry një intervenim kirurgjik, sot për shembull mund të fillojnë njerë trajtim onkologjik, tumori të zvoglohet, të rrudhët dhe mundësisht edhe nëse terapia ka efekt të zhduket, dhe pastaj të bëhet intervenimi korrekt kirurgjikal, i cili përfshin qoftë ruajtjen e pjesës më të madhe të xhirit apo heqjen e vetëm një pjesë të xhirit, që është më e mira mundshme, sepse rezultatet kanë treguar kur i plotësohen kriteret për me rujt pjesën e xhirit, është më mirë të ruhet, benefiti është më i madh, jetëgjatësia nuk ndron sa i përket kur e hek krejt xhinin ose kur e lën një pjesë xhinit, dhe gjithmonë në kuptim që femra ta ndin trupin e vet të plot, të ketë aktivitet fiziologjik normal dhe rezultatet ose efektet e mjekimit janë sa më minimale, kirurgjikale, dhe ajo të vazhdojë jetën normalisht dhe aktivitetet e veta përditshme gjatë jetës së saj. Dhe kjo edhe Kosovë ka shënuar një lloj progresi dhe duhet të bëhen këto farë operacione rekonstruktive, pra nëse në rastet e elektume të veçanta bën të kirurgji plastike, të rastet e caktume kur mund të kryhet me njerë intervenimi kirurgjik dhe vendosje implanti bën kirurgji torakale, dhe shpresoj që së bashku këto dy kirurgji ta bëjnë ato edhe në mënyrë më të sofistikuar, më të mirë, dhe pacienti të ketë benefit shumë të madh në trajtim korrekt kirurgjikal të këtyre problemeve. Këtë pjesë po du më nalë pak tash tek puna e përditshme që e bëni. Sigurisht përballeni me shumë raste. Në një farë mënyrë e thashë në fillim që ju nuk e manifestoni veç një mantelbar që jap një shërbim mjekësor. Ju e manifestoni edhe një lloj shpresë. Që një pacient që në një farë mënyrë janë betejë për jetën. Sa është e vështirë çush arrini, si me thonë, për te anës profesionale, me pas këtë anën e kujdesit, me menaxhu me situatat të tilla që prej perspektivës të dikujt që është nga jashtë duket as pak e lehtë. Po. Është sfiduese, po ne në fillim të karrierës ka qenë shumë. Ka qenë impenjuese, shumë sfiduese për ne, shumë stresante, dhe kemi dhënë maksimumin që ta bëjmë më të mirën e mundshme për atë, dhe vazhdojmë ta bëjmë atë. Por tash ne do të kashi rregullave profesionale, etike dhe përvojës që kemi marrë, dhe të tentojmë të bëjmë maksimumin dhe kemi sjelljet e dura në trajtim, dhe pastaj të bëjmë më të mirën sa të mundë me mri në trajtimin e pacientëve tanë. Por ajo që mbetet prapë sfiduese është se pacienti, familjar, shpresa është seni kryesore që e mban njeriun edhe në jetë, edhe trajtimet, edhe vendet më moderne të botës. Kemi raste X raste, edhe përkundër trajtimeve shumë moderne, që janë më të zhvilluara të botës, trajtimit onkologjik, dhe përfundimi nuk është i mirë edhe atje. Ndodh edhe në Kosovë, ndodh edhe në tjera. Edhe akoma duhet edukohet edhe populata, edhe krejt të dim sakt mbi ato se çfarë mund të ndrodh gjatë mjekimeve, jo vetëm onkologjike, por përgjithësi në shëndetësi, dhe do të jemi korrekt me pacientin, me institucionet tona, me mjekët të cilët e bëjnë maksimumin dhe përkushtimin adekuat në trajtimin e këtyre. Është sfiduese për ne fakti që ne jemi ndoshta partë të cilët e komunikojmë lajmin për këtë problematikë. Çdo të ishte amonal, ma konkretisht. Më intereson çu e gjeni formën me komuniku lajmin, sepse është një lajm që natyrisht është përgjegjësia e madhe me komuniku, e më shumë forma që komunikon. Prapë them, në aspekt profesional ne duhet jemi obligativisht të detyruar që pacientit një farë forme, realisht duhet të tregojmë nëse çfarë ka dhe çfarë duhet, në për çka duhet kaloj, edhe çfarë trajtime duhet të bëj, sa edhe parimisht duhet jep edhe pëlqim për atë. Po është sfidë dhe akoma qëndron të na kur familjarët vinë aty te ne, dhe tentojnë që kjo formë të jetë pak më e lehtë. Kështu do të një qasje ma e butë. Mund me thonë ma e butë, por fakti që ai ka mu ballafaqu gjatë kohës së trajtimit me problemet e caktuara, po
duhet të jepet një formë edhe thatë e lehtë, e butë edhe korrekte në trajtim. Po sot ka pacientë cilët edhe kur vinë te ne janë të vetëdijshëm se çka kanë, paraprakisht lexojnë, dinë edhe do të bashkëbisedim e shohim që kanë edhe informata se cilat mund të jenë ato benefitet e trajtimit, ato pasojat të cilat ndodhin gjatë trajtimit, edhe të kenë përgatiten edhe psiqikisht, edhe me një besim të mjeku të vazhdojnë mjekimin dhe trajtimin e kësaj sëmundje, e cila është së bashku me sëmundjet e zemrës, sëmundjet e shekullit, problematikat më të mëdha në botë, të cilat edhe kanë përfundime për fatkeq disa raste jo ato çfarë i duajmë ne dhe të cilat kërkojnë pra në një impenjim maksimal. Pra është shumë sfiduese për ne dhe kjo ne e shohim gjatë takimeve të përbashkëta me kolegë ose me kolegë nga vende tjera dhe sa edhe të ata që kanë një impakt edhe psikologjik në vetë shëndetin edhe profesionistit i cili merret me këtë punë edhe gjatë jetës së tij, por edhe me ndryshime të tjera të cilat ndodhin në organizmin e personit mjekut, në këtë rast fiziologjike, ato të cilat mund janë pasojë e ngarkesës së sforcuar emocionale dhe anën tjetër dhe fizike në gjithmonë gjatë kohës ose në favor të mjekimit të në kohën korrekte të pacientëve. Pra është shumë sfiduese dhe ne e shohim që se ata pacientë bëhen si pjesë e jona, si pjesë si familja pak a shumë. Po, ne kemi edhe pasaj lidhje edhe emocionale. Suksesi është diçka jashtëzakonshme, por edhe rastet kur nuk kemi sukses dhe kur janë lënë gjurmë të mëdha në te ne. Si njerëz, si individ, e sidomos ne si popull shqiptar, kështu me qenë se kemi qenë dhe përpara të vujtën edhe do të ka një impakt shumë të ardhë. Edhe përkundër faktit që do shta tjertë me thonë që po vazhdojnë e sen, po jeta vazhdojnë, ne kemi edhe familjarë tonë. I kemi të prekur me këto, me qenë se s'ka gati, mos themi, s'ka familje në Kosovë, cila mund një rreth pak ma të gjanë, mos me pas do një individi cili është përballë me këtë problematik, dhe të disa për të përfundoj, jo qysh duhet, të disa tjetër vazhdojnë të jetojnë. Por suksesi i pacientëve të cilët i shohim dhe të cilët janë gjallë dhe nuk është numri i vogël i tyre që sot jetojnë edhe përkundër faktit që kanë qenë në fillim në gjendje jo të mirë, na motivon më shumë që ne të bëjmë më të mirë gjithmonë në shërbim të qytetarëve tanë. Tu qenë për një kohë gjatë aty, jeni përjetues dhe dëshmitar të shumë historive, që si që thatë edhe vetë një pjesë të tyre lejmë gjurmë pashlyeshme. Çka më mend si qoftë si moment ma sfidues, qoftë si moment ma të veçantë për i punës. E di që është pak e vështirë mi ndasë, po s'po të thëmë kështu me ullë shumë base në shumë specifika, po çka ka në histori që ty qoftë ka prek, qoftë ka bo kështu mundi pak ma i pafuqishëm që atë moment, diçka të tillë që ke mujt me përjetu gjatë punës onë tonë dhe si profesionist. Po, dhe kur ajo që na len gjurmë pashlyeshme dhe është suksesi kur shohim do të personat të cilët kanë qenë një disavantazh të emin një parë çrregullimi i cili pak shpresë dhënës ka qenë fillim dhe pastaj e te i kalojnë dhe pas një kohë të gjatë mjekimi, ndoshta 1 vjeçare, 2 vjeçare të kenë një jetë të shëndetshme dhe tash kur i takon ata dikun me pini kafe me ta, ose më ka rastis me pacientë që i kom taku në pushim dhe pas disa kohë, si kom pa 3-4 vjetë pas trajtimit, ata gëzojnë shëndet, se në është diçka jashtëzakonshme, ato anën tjetër prap rastet kur nuk na përfundojnë mirë dhe kur ka një lidhje, kem një lidhje secili nga ne me shumicën nga ta, secili personi që punon aty. Edhe kur nuk është më aty, dhe kur takojmë familjarë, takojmë ndihmë një shqetësimi edhe shpirtënor, edhe një dëshirë për me pas njeriun gjallë, po
Këto janë sëmundje të cilët janë gjithë botën dhe të cilët prapë thash është sëmundje edhe përkundër mjekimeve super moderne, super ekskluzive të cilat ekzistojnë në botë, prapë se prapë mund sëmundja të merr formë të keqe dhe organizmi të mos sa përballoj dhe përfundoj ashtu që dhe unë s'ka kohë do të para disa muajve kam taku prapë një person i cili ka kriju familje dhe është mirë para 7-8 viteve kemi mjeku dhe asha i ka fëmijët e vetë dhe shumë e tregon kë ka qenë mjeku që më ka mjeku kur më qenë keqe dhe që ka është zakonshme. Në një farë mënyrë ju shohin si shpëtimtar kështu të jetës, a? Profesioni i mjekut është në përgjithësi i tillë, me qenë se ma specifikisht si juve. Me qenë se smundjet malinje kur dikush diagnozohet, pra e tham edhe më herët me kancer, ai është informata e parë është ajo e cila është bum për pacientin dhe sidomos për ato i cili edhe mund të mos ketë informata dhura, edhe është diçka të cilën du të me mbledh shumë forcë, kurajo dhe vazhdohet përpara dhe një motiv shumë i veçantë, motivim shumë i veçantë i vetë smurit, familjarëve, për kushtimin e mjekëve dhe pastaj do bëhet më e mira me gjitha mjetet që i kemi në dispozicion. Në qëtë kontekst, sa ju japet ndihmë psikologjike pacientëve të tillë, edhe sa është e nevojshme nikosisht, sepse ai në një farë mënyrë është i vetëdijshëm, ai dhe familja e tij për një betejë që u ka ndodhur që fundi nuk është që i dije gjithë. Shumë, aspekti psikologjik ka rëndësi shumë madhe. Dhe ne aty në klinikë kem psikolog, është një psikologe e cila kryen punën e vet me terapi individuale me pacient dhe me grupore, me familjar, po është e pamjaftueshme, po ne edhe si profesionist, pra i gjithë stafi jonë, do të mjek, infermierët, laborant, fizioterapeut ose gjithë punëtorët të cilët punojnë në klinikën onkologjisë kanë edhe një farë edukimi të veçantë psikologjik dhe krijojnë një farë afërsie emocionale me pacient. Me qenë se trajtimi nuk është i shkurtër, është i gjatë, do disa javor, mujor ose vjetor. Edhe kjo pastaj krijon atë lidhjen me të afërm dhe ata kanë një besim të veçantë derisa e vendosët smundja në kontroll dhe kjo pastaj ndihmon pacientit me sfidat, me i përballu ma lehtë dhe me vazhdu jetën normal. Përndryshe, aspekti emocional do për fatin tonë të mirë në Kosovë, ka pas ndonjë ndikim sikur vende tjera të perëndimit kur ata e din sakt stadin e smundjes dhe pastaj do çësia atyre ndaj smundjes mund të jetë jo adekuate dhe problematike shumë, po ne se si popull jemi edhe popull shumë optimist dhe kemi përkaje shumë madhe familjare, por edhe institucionale dhe bëjmë më të mirën që ta kemi në qendër të vëmendjes pacientit dhe gjithë bashkë i ndihmojmë dhe ata përballoj këtë sfidë. Edhe pse edhe këtu te neve dhe përqindje minimale te ne, por kjo ndihmë reciproke mes antarit familjes ndonjëherë mund të jetë e paktë, po ato janë raste të ralla sporadike të cilat nuk kanë ndonjë impakt në përgjithësi në rastet të cilat ne i trajtojmë. Doktor, jemi ka fundi, tash pak po du me full edhe për një pjesë tjetër që zvaret prej punës juaj, po puna juaj varet nga ajo, kushtet. Ka pas raportimet her pas hershme që u desh mi transferu pacienta që kanë marrë kemioterapi dikun tjetër, nëse s'ka bëj, ka qenë kështu? Pak, do të ne si klinik. Po, si klinik, po më intereson që keni kushtet në përgjithësi. Pas nga viti kalum kemi një standard të ri, do të një renovim të hapësirave të tërësishëm, e cila e ka zbut në mas të konsiderueshme nevojën e pacientëve për hapësira, për shtretër të rinj, të cilat janë modern sot, dhe me përmirësimet që do të bëhen shpresojmë vitin e ardhshëm, të zgjerim edhe të hapësirave të reja, do të bëhen kushte edhe me komode edhe me korrekte. Jo më nduhet që për trajtime do të shumica e trajtime onkologjike do të me bën aty te ne për llojet e tumoreve solid, me pajisjet që i kemi dhe me barnat të cilët i kemi, të cilët barna janë disponim për qytetarët tanë dhe të cilët ata i marrin në cikle të rregullta
të trajtimit sipas udhëzimeve të mjekut dhe sipas protokolleve për trajtimin e tyre. Ndonjëherë me ndonjë ndryshim të vogël, por në përgjithësi është një qasje më ndryshe se përpara. Jemi në faza të modernizimit edhe të disa shërbimeve tjera të cilët do të rrisin edhe më shumë standardin e mjekimit dhe cilësinë e mjekimit, dhe ndoshta edhe me ardhin edhe stafit të ri, infermierë, specialistëve të ri të cilët shpresin të kemi në klinikë, do të bëjmë një trajtim edhe më të mirë dhe me të suksesshëm. Dhe normalisht sfidë mbetet, me qenë se shteti jonë është do të relativisht edhe i ri edhe me buxhete të kufizuara të kemi medikamente edhe më të reja edhe më të mira dhe të gjithë qytetarët të cilët kanë nevojë për këto medikamente të kenë qasje në klinikë të ne dhe të furnizohemi, pra të kemi si pjesë të barnave të cilët duhet jenë prezent dhe duhet të marrin pacientat. E përmendë stafin, disa klinika kanë probleme me staf, a një u keq edhe apo e vuni këtë largimin e mjekëve që kanë ndodhur viteve të fundit? Me mjek nuk kemi largim të asnjë mjeku. Kjo lajm i mirë. Po. Dhe të infermierëve në fillim para 2-3 viteve, 2 viteve ka që 3-4 infermierë kanë migru jashtë, po ata janë kompenzuar me ardhin e infermierëve të ri dhe tash nuk ka një tendencë për largim të infermierëve, sidomos nga klinika jonë, por ka tendencë dhe kërkesë që të kemi edhe më shumë infermierë, të cilët punojnë me shumë përkushtim, dhe kjo është diçka shumë e mirë. Jo vetëm për klinikën e onkologjisë, por kërkesa për punuar në shërbimet publike, stafit infermieror janë shumë të larta dhe nevojat janë çfarë janë domosdoshme, por edhe kërkesat e infermierëve për të punuar në ato institucione janë shumë të mëdha. Doktor, ju falenderoj shumë për punën e përditshme që e bani, që është edhe e palëshme, po edhe e ndjeshme. Edhe njëkohësisht ju falenderoj për bashkëpunimin shumë korrekt që keni me mediat. Paktën këto kam informacion prej gazetarës Arjanit Xhegrova, që e mbulon shëndetësinë. Edhe ishte kënaqësi me ju pas në studio. Faleminderit shumë, është e vërtet, ne do të kemi ato informata të cilët duhet të shpërndajmë te popullata të cilët janë benefit, një edukim, një qasje më korrekte ndaj shëndetit ton, por edhe të trajtimet me gjithë dëshirë, ne i ndajmë me qytetarët tonë të kenë një informacion se çfarë mund të ndodhë, çfarë janë shërbimet shëndetësore këtu te ne, me qenë se ka shërbime shumë të mira shëndetësore, ka profesionistë në niveli shumë të lartë, dhe gjithë së bashku të kontribuojmë në përmirësimin e cilësisë dhe shëndetit të qytetarëve tanë. Falenderoj shumë, e di që kemi lënë shumë sene, ndoshta pa prek, po besoj do të jemi edhe ndonjëherë tjetër bashkë të diskutojmë edhe dimensione të tjera të kësaj çështje. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë, shikues të nderuar, me kaq po e përmbyllim Majtas Jodiatës për sonte. Ne bashkë do të jemi javën tjetër, deri atëherë mirëmbëjtje.